Ç'është e vërteta, mua nuk më takon të flas shumë për këtë temë, për shkak se studentët tanë vinë, ne kemi studentë mjaftueshëm edhe në çdo program fillor të edukimit, qoftë në studimet master të gjuhës dhe lehtësisë shqipe, dhe ky numër është zakonisht më i madh se ç'kërkojmë ne. Ndryshe është gjendja në fakultetin filologjik, të gjuha dhe lehtësia krahasimtare, më duket këto e kanë edhe ballkanistikën, në të cilën gjendja siç po dëgjohet, unë nuk mund të flas për atje, po siç po dëgjohet gjendja nuk është e mirë. Unë mund të them vetëm një element këtu, sa për digresion, për bisedë. Ajo që s'më pëlqen është studentët tanë më të mirë nuk shkojnë në gjuhën e lehtësisë shqipe. Studentët tanë më të mirë shkojnë në gjuhën angleze, në shkencat e orientalistikës, ku gjejnë punë dhe ku kanë punë dhe ku paguhen mirë. Prandaj, nëse e shihni në literaturë, në fushën studimet e sotme, kritikën e sotme, letërsinë e sotme, veç mund ta merrni me mend se sa është i madh dhe i suksesshëm numri i të rinjve të cilët shkruajnë, botojnë, veçanërisht përkthejnë nga gjuhët orientale në krahasim me botimet në gjuhën shqipe. Kjo është shqetësuese, edhe e parë edhe në kontekstin nacional, jo vetëm shtetëror, jo vetëm kulturor, po edhe në kontekstin nacional.